Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in fi umurit dunya wad din. Falenderojnë Allahun xhalleshanu gjithmonë që e kemi në mesin tonë këtë Kur'an, e kemi librin Allahut xhalleshanu i cili na mëson për çdo send, në të cilin ka mësim për çdo send, për çdo vend, për çdo kohë, edhe për çdo kënd. Kur thojmë na mëson për çdo gjë, për çdo send, e kemi parasysh se na mëson edhe si me besu Allahun xhalleshanu, edhe si me besu pejgambert, edhe cilat janë punët e mira, edhe na mëson në ekonomi, edhe na mëson politikë, edhe na mëson çdo send që është e mirë për neve, dhe na mëson çdo send që është e keqe që na mu largu prej saj. Kur themi se na është në to ka mësime për çdo kohë, e kemi për qëllim se nuk është vetëm për kohën kur u dërgu Muhamedi alayhis salam, po deri në kiamet. Mësimet e tij vazhdojnë dhe janë aktuale. Kur themi se Kurani është për çdo vend, kemi parasysh që nuk është vetëm për sjelljen arabike, atje ku u dërgu Muhamedi alayhis salam, ku ju ka zbrit shpallja, po është si për Arabin, si për Indonezin, si për Malezin, si për Turqin, si për Kosovën, si për Shqiprin, si për çdo vend, ku do që t'jesh mundesh me praktiku edhe mësimet e tija aktuale. Edhe në to ka mësime për çdo kënd, si për hoxhen, si për xhamatin, si për shkencëtarin, si për bujkun, si për politikanin udhëhecin, si për qeveritarin, për gjitha shtresat e njerëzve. Edhe ky Kur'an na tërheq vërejtjen, na tërheq vëmendjen në gjërat të cilat na sjellin dobi, dhe na tërheq vërejtjen dhe vëmendjen nga gjërat të cilat na sjellin tam, që mu largu prej tyre. Prej gjërat që na mëson ky Kur'an është se na mëson që edhe me meditu në rrethin që neve na rrethan, me meditu në krijesat e Allahut xhalleshanu dhe gjithçka që na rrethan. Sot inshallah do të jetojmë shkurtimisht në hijen e 4 ajeteve të surës Al-Ghashiyah, ajetet 17, 18, 19 dhe 20, ku Allahu xhalleshanu i thot Muhamedit alayhis salam: "Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat." Allahu në këto ajete nëpërmjet Muhamedit alayhis salam i thot njerëzimit, i thot tjerëve: a nuk shikojnë devën si është kriju? Wa ila as-samai kayfa rufi'at. Edhe qielli si është ngrit. Wa ila al-jibali kayfa nusibat. Edhe kodrat si janë vendosur. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Edhe toka si është shtrirë. Në këto ajete, dikush nashta mundet me thonë, po qa ka lidhje, po thët, a nuk e shikojnë si janë kriju devet, e me njëherë tani po thët, a nuk e shikojnë edhe si u ngrit qielli, ku ka lidhje devja me qiellin atje nalë, e të toka, e të kodrat. Kanë mendu disa dietar urtësinë e kësaj lidhje që Allah xhalleshanu ka bë. Prej atyre janë Imam Ibn Kathiri, Imam Fahruddin Ar-Razi, Imam Qurtubi e tjerë. Kanë thonë këto Allahu xhalleshanu po ja tërheq vëmendjen beduinit, njerit shkretires ku ka zbrit Kurani, po i thot sikur po i thot atij se a nuk pe shikon çat devën që ti e hypur në to, si është kriju. E pas kësaj Allahu po ja tërheq vëmendjen atij, shikoj edhe qiellin nalt, si është ngrit. Pas kësaj po i thot shikoj edhe kodrën që e ki përpara se si është kriju. Pasoj, shikoj edhe tokën, cilën po ecë, si e ka bo Allahu të shtrim, të përshtatshme për ecje, për qarkullim. Do me thonë, kjo ajet sikur beduinit që kanë përmend dietarët, apo njerëzit shkretires, sikur po i thëtë që ti e hypon deve, edhe të ecë ndeve, të udhëtu, kujtohet që to që e hypë, që Allahu e ka kriju, mediton to, shikonal që që ka ngrit qiellin, kodrat për para dhe tokën për funikonve tua. Për nashtë dikosh mundet me thonë se kjo ajet pas ka qenë për, ose këto ajete pas kanë qenë për beduin, për njerëz shkretires,
Tash këto së të kjena aktuale, jo këto janë aktuale, si çdo ajet tjetër, deri në kiamet. Se na edhe nëse si jem beduin, na mundu me meditu në krijesat e Zotit. Edhe nëse s'kem deve të na, kem shtaz tjera. Qielli është prap njëjtë, toka është prap njëjtë, kodrat janë prap njëjtë, edhe na mundu me meditu. Po jo vetëm na si njerëzit thjesht, po këto ajete, nëse dojmë me lidh tash me gjuhën tonë bashkëkohore, mas ndarjeve të shkenca, këto ajete mundu me thonë se edhe po tërheqën vëmendjen 4 shkenca. A nuk e shikojnë devën si është kriju? Çfarë shkenca u kje? Kush merret me këto? Biologjia. Në me thonë, Allah po shtin me meditu edhe hulumtar shkencën e biologjisë. A nuk i shikojnë? Uele samai kejfe rufiat. A nuk e shikojnë edhe qiellin që është ngrit? Kush merret me qiellin? Astronomia. Do me thonë, Islami, Kurani, po të mësan, mu merë me astronomi. A nuk e shikojnë edhe kodrat, që janë vendosër? Geomorfologjia. Edhe toka si është shtruar, që u bëjë përshtatshme, geografia. 4 ajete, 4 shkenca ndryshme në cilat Allah xhaleshanu po na nxit vetëm këtë sure, plus sa ajete tjera që janë me qindra, që kanë përmend dietarët, janë me qindra ajete të cilat flasin për diturie, për shkencë, që nxisin muslimant, i nxisin njerëzit që me hulumtu edhe me meditu në krijim të rinë Allah xhaleshanu dhe me hulumtu të shkencat. Po të njëjtat ajete kanë qenë edhe janë të kuptueshme shumë thjesht për një njeri thjesht i cili s'kupton shkencën ndoshta, ose për një beduin, një njeri shkretirës, ose për një bujk, po këto ajete janë nxitje edhe për një shkencëtar. Edhe mundet më kuptu edhe në aspektin e shkencës. A thu pse Allah xhaleshanu po na nxit me meditu këtu edhe me hulumtu këtu shkenca? Janë 2 arsye kryesore. E para, mënyrë që mi kuptu se si po funksionoj kanë krijesat e Allah xhaleshanu. Edhe e dyta që është kryesorja, me kuptu fuqinë, diturinë, urtësinë, madhështinë e krijuesit tyre. Nëse, për morëm shembull, nëse unë e tham, a pishet gjithë këtë teknologji që ekziston, e ka prodhu një njeri. Kjerët, kret një njeri. I njëjti njeri edhe aeroplanet ka ditë. I njëjti njeri anijën kozmike. I njëjti njeri një kamerë shumë të vogël. I njëjti njeri një kamerë shumë të madhe. Kret një njeri do me thonë ka ditë gjithë këtë teknologji që është prodhimi një njerit. Qka meditat thamë të unë, studio këtë teknologji, qka i bjen kja? Kja i bjen dy gjona. Do me thonë, hulumtat, qëto që i ka prodhuaj, qysh funksionojnë, që mi morë vesh ti me ditë qysh mi përdor, edhe e dyta, kur të deshë një njeri, gjithë këtu i ka bo, gjithë këtu prodhimtari, se cëla ndryshe për i tjetërës, me karakteristika ndryshe, të valla kë njeri, pas ka qenë shumë i ditur, pas ka qenë shumë i fuqishëm, halali kohë që pas ka bo. Edhe pse, krejt teknologjin, e dim që kërkush nuk e ka zbulu një njeri, po se cëllin i fusht në mi caktume. Dërso krijimtari në Allah xhaleshanu, gjitha krijesat që i shohëm, dash krijes të vogël prej bubrejcit, dhe në elefant madh, deri në qiellin më të madhin, i ka kriju Allah xhaleshanu. To tregojnë do me thonë për diturinë, për fuqinë Allah xhaleshanu, për urtësinë Allah xhaleshanu. E kur të dish se që ky i dituri, që ky plot fuqishmi pas ka kriju këtu, çka je tjetër përveç se më në nështruati. I ditur, do me thonë, hajtë që pas ka ditë mi kriju këtu edhe pas ka posë fuqi, a kur të vjen një urdhëm për ti, unë e du me thonë, ja, ma mirë kështu, ma mirë ashtu? S'muna se hajtë gjithdishme, hajtë den mas mirë. Që mësë me zgjatë shumë, këto vetëm përdu, edhe 2 gjona mi përmen, sa i përket meditimit krijesave të Allah xhaleshanu, ose studimit krijesave të Allah xhaleshanu, se këto ajete po na thrasin me i meditu edhe me studiu. Kush ka mundësi veç me meditu, kush ka mundësi edhe ma shumë me i studiu këto krijimtarinë e Allah xhaleshanu. Këto janë 2 ekstreme.
Një ekstrem që e bojnë shumica e muslimanëve është se nuk mendojnë ose nuk i studiojnë shumë krijesat e Allahut xhaleshonu. Kush ka avancu ma shumë me ditë qysh e ka kriju Zoti, qysh u kriju devja, qysh po funksionon qielli, qysh e ka kriju gjitha gjallësat, janë pa besimtarë. Po flasëm për kohën aktuale. Muslimanët nuk merren ose një pjesë e madhe e muslimanëve me këto shkenca. Edhe pse Kurani po na nxit. Po muslimanët e kanë një të mirë. Mi thonë, kush e ka kriju devën, thëtë Allahu. Kush e ka kriju këto, kretë, thëtë Allahu. Po hajde qysh e ka kriju devën, s'medi të në fort edhe nuk e studian. Kjo është një ekstrem. Mirë që pëtën që e ka kriju Allahu, po nuk u të studiu qysh e ka urdhru Allahu, a nuk përshikujnë. Urni ose fjolla, a nuk përshikujnë, kjo qërtim. Allahu ka mujtë me thonë, letë e shikujnë. Po thëtë, a nuk përshikujnë? Ke bjen sikur me qërtu, sikur me thonë, ka dallim mes me thonë, lexë edhe me thonë, a nuk po lexën? Do me thonë, qka jeto prit lexë? A nuk po meditojnë, do me thonë, këto qka i ka kriju Allahu xhaleshonu? Musliman, Allahu i ka kriju krejt, Allahu është i urtë, po hajde qysh i ka kriju e qysh funksionon devja? Të të me pyt, shkencëtar të jo musliman. Po nonën tjetër, ekstremi tjetër, jo musliman ndoshta kanë arrit kulminacion me krahasu më përpara, i dinë se cila krijes, qysh jetën e qysh zhvillohet e shumë sen e dinë për to, mirë po fatkeqësisht vesh mbesin të mahnitur qëre qysh po funksionej kanë, po kur të pëç kush i ka kriju, nështë astojnë Zoti, janë në natyrë, jo, s'menojnë të aj i gjithë fuqishmi, të aj i dishmi që i ka kriju këto. Pro janë dy ekstreme. So na këna mësu në biologi edhe mësu në asad. Kretë krijimtarinë e Allah xhaleshonu shumë prej krijesa. Po ana ka thonë në njëherë profesorit që gjitha këto krijesa i ka kriju një Zot i urtë, i plot fuqishëm. Krijimtarinë e këna studiu e këna shiku çush janë kriju, po asnjëherë që to si këna marrë me meditu sa i plot fuqishëm e gjithdijshëm që i ka kriju si tyre. Po në anën tjetër po tham, muslimant një ekstrem tjetër që thujnë kreti ka kriju Allah, po ani studioj, nuk merret fort me këtë punë. Pra në basë këtyne ajetev, edhe plot ajetev tjera, mundu me thonë se muslimant kanë metë mrapa me shkencë kur nuk e kanë zbatu Koranin, jo kur e kanë zbatu Koranin. Korani bëthet, studiani, Korani bëthet, po në thët gjithve, a nuk i shikoni këto sene? Shikoni do me thonë. Po na e kena lonës për shikojmë, do me thonë, na e kena lonë unin e Koranit, na kena mbet mrapa me shkencë. Për ndryshe, Korani asë njëherë nuk na urdhëran që me metë mrapa me shkencë, na urdhëran që do me thonë e po më 4 ajete, 4 shkencat ndryshme u përmenden. Veç që to, plus so, janë faset tjera të Koranit e aspekte tjera, po jem nata të cilët e kem lonë mrapa Koranin dhe kena met mrapa me shkencë, shkenca e vërtet edhe kuptimi drejt i Koranit nuk munden me ra asnjëherë në desh mes veti, edhe e dim që Korani është liber i Allah xhaleshonu dhe Korani para prin shkencës, deshti apo nuk deshti dikush, e Korani shumë sene që i ka thonë janë të vërtetu, e shumë sene tjera kanë më vërtetu, sepse është liber i Allahut i gjithdijshmit edhe Allahu i gjithdijshmi nuk ka bën, Allahu na bof prej atyre të cilët e praktikojmë, e jetojmë me këtë Koran sa më shumë dhe i meditojmë e studiojmë krijesat e tij sa më shumë, e kur të studiojmë krijesat e tij sa më shumë, kena me njoft Allahun sa më mirë sa më shumë, e kur të njohim Allahun sa më shumë, kena më nështru sa më shumë. Se atë që këtë gjithdijshmi, a i gjithfuqishmi, e unë e qka me bo, ka rësit gjithdijshmi të gjithfuqishmit. Me pas të një djetar për para, a i të folë diçka ti me në ndryshe. Jo, mëre, unë e kam djetarin për para, kjo ma i meqëm se unë do të mja pranu. Jo, mëre, po do të më shty me dikan, kjo ma i furë se unë do të mja pranu. Po Zoti i gjithdijshëm që i din krejtë senet, i gjithfuqishëm. Ati, dhe me thonë, ja pranojnë anë edhe qysh të taj, bojnë edhe nuk menojnë a më shty, me to, Allahu
na përmirësoft gjendjen tonë të gjithëve.